zgjedhjet, por Europa thotë edhe mund t'i pranojmë, po këtu s'keni vend në gjirin ton. Megjithatë do të flasim pak për procesin, për rezultatin, për këtë njojë ndërkombëtare me një nga emrat më të certifikuar në këto zgjedhje, zonja dhe zotrinj, me rullo ditë tamburi, Ilira Ali Mehmeti është me ne. Mirëmëngjes, doktor Mirëseva. Mirëmëngjes ditë mbar. Si jeni? Si pas gjatë një procesi ende s'ka mbaru, po një proces me të thonë drejtën, si që të gjutë edhe nga inserti, shumë largë pritshmërive që do kishte çdo qytetar i Shqipërisë, apo dhe që ndodhet shqiptar, por që ndodhet jashtë Shqipërisë për arsye të qarta. Me ato që ndodhin, me ato që u diskutuan, kur vjen puna që ose bëjë dirë në raporte, që në raporte paraprake, madje ato pa të dalë dhe para zgjedhjeve. Po, ishte më i zi ai para zgjedhjeve. Eksakt, me një raport shumë të fortë kundër procesit zgjedhor, duke i cilësuar qartësisht se zgjedhje jo të lira dhe të ndershme, patjetër jo të barabarta. Në 2025 duket si një makt i madh që ende kjo qeveri nuk është në gjendje të zhvillojë dot zgjedhje. Nëse nuk zhvillohen dot zgjedhje të lira të ndershme, humbin të gjithë. Edhe ata që gëzojnë ndoshta 3 ditë sot, do t'i vijë që deri mrapa i themi neve, do t'i mas kalimit kohës, do kuptojnë përves, edhe atyre u hikin kalamojt nga shtëpia, edhe ato varfrohen, edhe ato të njëjtat spitale kanë për të shku edhe aty ku s'kan ato ilaç, ato pajisje mjekësore, edhe ato të njëjtat rroga e pensionet ulta do kenë. S'do ketë minimum jetik. Për cilat gëzohen ato sot. Patjetër s'ka minimum jetik, se kanë as në plan fare, nuk është vullneti tyre ky, sepse në fund fare ditës për të pasuruar një grusht njerëzish, cilët një nga një po një jo, janë duke shku në burg, është duke vujt një kombi tërë. Dhe kjo është fatkeqësia madhore, dhe ne dinim fare mirë që gjatë fushatës që i gjithë plani, po fasada e Ramës ishte Europa, jo ku Europa po flet. Europa po flet qartë me këto procese që bëni ju, Europën harrojeni. Nëse edhe Rama e ndroi pak në një deklaratë për mediat huaja, tha Rama ka nga 2030 jemi gati për Europë, se jemi në Europë. Nuk intereson Ramës Europë. Sigurisht që si intereson. Nuk intereson sepse s'vjedh dot. Po të futesh në Europë, ka ca rregulla tjera pastaj. Nuk intereson dhe as nuk do ta bëjë atë. Ai këtë të gjitha i bën vetëm që të jetë vetë në karrike, në mënyrë që të mbrohet nga drejtësia nesër. Këto janë arsyet e vërteta të Ramës. Gjithë ata që gëzojnë se kujtojnë se kush e di se çfarë, asgjë. Nuk do ndodh asgjë për ata. A është e frikshme një qeveri me shumicë të cilësuar parlamentare? Shumë e rrezikshme. Mekanizmat check and balance janë kyçe për të mbajt çdo që mund të rrshkasi kushdo nga trut, kryeministër, president, kudo. Kjo është arsye pse etrit e kombeve kanë prodhuar mekanizmat kontrollit dhe të ekuilibrit. Ne e dim prej kohësh që këtu kanë fort në ekuilibër nuk është, dhe ka zaptuar një dorë edhe gjyqësore, edhe legislative, ekzekutivi patjetër se është kryeministër. Po shkon kap edhe pushtetin vendor. Tani po na kap edhe 2/3 e parlamentit. Atëherë, prishja e check and balance riskon diçka të madhe. Po të mos ta njihim fare si njeri, do thonim kemi një risk të madh. Duke e njohur? Kemi një risk të madh që mund të rrshkasim e të bimë në humner nëse na bën një gabim. Po duke e njohur, kjo kthehet pothuajse në siguri. Pra, nga risk kthehet në rrezik. Se risku është një përqindje mundësie. Rreziku është një pothuajse siguri. Këtë situatë jemi neve. Në situata ku check and balance i prishet, do të thotë që neve s'mund flasim më për Republikë Demokratike. Kur gjithë gjërat janë një dorë, ne s'mund flasim më për demokraci, po do flasim për autokraci. Ky është realiteti jonë. Ali Mehmeti, rezultatin e dim. Fatkeqësisht, shumë mund thonë që e dinim. Është edhe si profecive të përmbushur ai realizimi atyre shifrave astronomike. Pyetja e parë është, keni çfarë i bëni këtij rezultati për të garantuar një mosnjohje, për ta rrëzuar, për ta kthyer pas? Po. Është pyetje shumë e drejtë që duhet bërë për kryesinë e Partisë Demokratike, se janë rreth para ata që do të mendojnë. Unë jam akoma në proces të drejtën. Vazhdoj numërime dhe gjej rastin këtu të falenderoj të gjithë numëruesit tanë, gjithë vëzhguesit tanë, gjithë komisionerët tanë, gjithë ata që u lodhen aq shumë këtë proces zgjedhor, që po mbrojnë votën deri në moment fundit, dhe ne jemi akoma aty në proces. Pra, unë dhe disa miqe, kolegë tjerë të Partisë Demokratike jemi akoma në proces mbrojtje të votës. S'ka mbaruar procesi.
t'i lejmë dhe disa ditë që ky proces të mbarojë, t'i kemi shifrat ku duhet aty në tavolinë, ashtu siç janë, me këtë proces kështu siç është, përfshirë atë maskaradën e diasporës që jemi duke parë shumë qartë, sepse kjo do zgjas dhe më shumë. Pra, neve sa të mbarojmë terrenin ton bashkive përkatëse, mendoj unë që gjithë duhet jemi atje për të pa shumë qartë se çfarë po ndodh dhe me diasporën, dhe pastaj patjetër duhet ketë analizë të zgjedhore dhe analizë të brendshme. Diskutohet. Jo thjesht për PD, para se të arrinte analiza që duhet bëjë së brendshme. Para se të arrinte analiza që duhet bëjë PD-ja brenda vetes për rezultatin, se është në varësi edhe të njohjes së shkallës manipulimit, ajo mund të jetë 5%, mund të jetë 30%, nuk e dim këtë. Çështja është cilat janë mekanizmat politik, siç është protesta e paralajmëruar e datës 16 që ju mund të përdorni veçanërisht ndërkohë që vini nga një dallg, le të themi, njohjesh ndërkombëtare, garancisht ndërkombëtare që ju premtuan juve, na u premtuan dhe neve si qytetarë. A mendoni se duhet t'i kërkoni llogari atyre 4 rezolutave ku jeni? Absolutisht po. Direkt me koordinatorët përkatës që kanë bërë të mundur ato rezoluta. Ato ishin hap shumë i mirë. Absolutisht. Për ne ishin mbështetje shumë e fortë, për ne i lumshin duart atyre që bën të mundur por kemi edhe diçka neve, se ne themi fjalë burrash. Është fjalë burrash apo jo? Ne duam ta dimë këtë. Apo janë thjesht copa letrash. Pra, unë nuk doja të ndaleshim në premtime, po doja të vazhdonim në veprime. Kjo është tetë e rëndësishme. Protesta është e padiskutueshme që do bëhet. Nuk kanë vujt qendrëtarët tonë për shkuar protestë. Gjithmonë na kanë mbështetur, gjithmonë kanë ardhur aty se e dinë që bëhet edhe për ta dhe për familjet e tyre. Nuk është për një grush njerëzish siç e bën Partia Socialiste. Për të mbrojtur një grush njerëzish, ato bëjnë gjithçka. Shkatrojnë gjithçka edhe familjet e tyre shkatrojnë. Kurse neve u kërkojmë dalim për veten e tyre, për komunitetet e tyre, për familjet e tyre, për të ardhmen në një vend. Ky është ndryshimi i madh ndërmjet nesh dhe tyre. Por që ndërkombëtarëve duhet kërkuar patjetër nëse kjo mbështetje me të vërtet konkretizohet veprime reale pro demokracisë në këtë Shqipërinë tonë të vogël, patjetër që do kërkuar përmes patjetër kanaleve zyrtare dhe atyre kanaleve që tashmë janë hapur, kanale diplomatik, se si u realizuan këto rezoluta përmes kanaleve zyrtare dhe lidhjeve direkte me tot. Njëjtat lidhje duan përdor në këtë moment për të thënë shit ç'ndodhi. Dhe pam, në fakt, dhe kam përshtypjen se do e shohim ende më shumë se ç'ka ndodhur vërtet. Megjithatë ka një kuriozitet, kjo nuk e di a është pyetje politike apo është në nivel perceptimi të ndjesisë së ajrit, duket sikur njerëzit po dalin nëpër rrugë sot dhe thonë, "Ore, kush e votoi kaq shumë se flasim me njerëzit, nuk kishte kjo predispozit për fitore publicitare, siç thotë Tërmeti Papelena. Flasim me telefonusit të shokuar, shohim online të habitur njerëzit. Nga buroi kjo, kush e votoi konkretisht Edi Ramën edhe i dha shumicë të cilësuar 2/3 e parlamentit? Ata që nuk flasin, ata që po rrin urt, ata që ulin kokën për një copë rrogë, ata që intimidohen dhe që s'dolën, se kemi edhe njerëz që s'dolën. Ata që sot, se ka dhe nga ata që kanë votuar Edi Ramën, me hir apo me pa hir, dhe tashti e kuptojnë dhe u bën ndërgjegja dhe atyre. Dhe thotë çfarë bëm. Ata që u dorëzuan përballë vështirësisë më të vogël. Presionet më të vogël. Po absolutisht, kjo është e vërteta. Ju e shihni që vit mbas viti në zgjedhje kemi përqindje gjithmonë më të ulët pjesëmarrje. Deri Edi Rama thotë kemi 52%, mos gaboj vërtet, se tash duhet të shohim shifrat fiks. Po pjesëmarrja sa ishte më pak se gjysma. Pra ti po fiton me shumicë e pakicës. Pra de facto ka votu vetëm 1/5. Prandaj nuk e shef shumicën ndërmuese që thotë ku janë si fito ky. Kjo është arsye pse duhet të jesh aty dhe duhet të veprosh. Një vot qofse ke një vot vetëm, duhet të shkosh e ta hedhësh. Jo të thosh ama se ka marru kjo punë, ama se unë mbyll. Gjesh justifike. Ktu do thotë bishke gracka e këtit. Ai të ngriti grackën, ti re vet. Fajn, ja kemi vetës, ai që s'ka hedh votë. Pastaj ai që është paraqitur ka hedh votën sipas mendimit vet. Po, i lirë është. Ai është i lirë, ne do e mbrojmë deri në fund drejtën e vet, që ta mendoj si doj ta hedhë atë votë. Por nuk ishte kjo. Besoj se edhe kjo u ngrit që numri se nuk frymëzoi Partia Demokratike. Keni dëgjuar? Kam dëgjuar të gjitha Ali Mehmeti. A është e vërtet kjo është pyetja? Mirë, ta marrim të mirë qenë, thjesht që të shojmë përpara linjë logjike. Ja ta marrim të mirë qenë dhe s'është e vërtet sepse e pam shumë qartë rezultatet. Ta marrim mirë qenë që nuk që kemi ne që frymëzoj. Po kishte edhe 9 parti tjera. Pa asnjë qelloj që
që frymëzon. Që nuk ndiste? Pra, asnjë burrë, asnjë gruaj i këtij vendi këtu nuk e frymëzon dot njerëz. Po jo, mos janë në krahasim me Zeshinën për shembull. Janë të dëbuar në radh parë dhe janë të intimiduar këta që janë brenda. Pra, ke një arrati dhe ke edhe një apati. Janë të dyja bashkë të kombinuara. Dhe nëse ne marrim gjithë këto elemente, nuk ka fituar askush. Ka humbur Shqipëria. Askush s'ka fituar. As ato të Partisë Socialiste që kanë votuar me të vërtetë. As ata s'kan fituar. Se unë ja them sa herë bëni foto, jo është shumë të bukur atje. Po kur shko ke shtëpia, ke çunin dhe gocën në shtëpi. Apo të ka hik. Pse të ka hik? Se ti ke bërë zgjedhje shumë të mira gjatë jetës state, ke arrit dhe ke çu përpara familjen ta, komunitetin ta, qytetin ta. Të ka hik sepse je duke u rënu, po shuhesh si komb. Ky realitet ky është. Rinia t'ikën gjithë familjet, fëmijë s'lindin më, pleqëria po shtohet, kombi po shuhet. Dhe po shuhet pikërisht se ndodhin këto lloj gjërash. Se baza që të eci përpara kombi është pikërisht t'i japësh një shpresë dhe t'i thush, "Dgjoj, kemi gabu shumë këtë rrugë. Tani kemi vendosur se kthejmë dot kohën mbrapa. Kemi vendosur që tani rrugën ta kemi drejt, të jemi shumë të qartë, të jemi atje ku doni ju." Nuk e bën këtë Partia Socialiste. Nuk e bën këtë Partia Socialiste dhe vazhdojnë këta njerëz, këta që mbesin këtu, ata çunat e gojë kanë lënë dhe ju s'bëheni më, e kanë për prindit e tyre ata. E kanë për gjyshrit e tyre ata, se me veprime dhe mos veprime kanë sjellë situatën këtu ku jemi. Kjo është realiteti. Sepse besoj që patëm rreth 300.000 aplikime nga diaspora. 50.000 nuk u pranuan fare. 60.000 zarfe s'erdhen hiç. Pastaj ke këto që erdhen, s'dihet se çka ka ndodhur, Greqia hap hetim atje për shtetin e vetë hap. Nëse krimi ndodh në territorin e saj, ato janë të interesuar dinë se ç'a ndodhi. E me radhë. Pra, qofse neve flasim për manipulime, atëherë mos pse po I bëjmë zgjedhjet kot. Mos t'i lodhim në njerëzit fare, që ka kështu kjo punë, ndërkombëtarët mbyllin syt, qofse duan ta shesin këtë vend këtu ta kthejnë sërish në lindje, kemi pas në 45 vjet. Pjesëmarrja në votime ka qenë 99, gati 100%. Dhe gati 100% votonin kandidatin e Frontit Demokrat. Unë gjithmonë kam pas pyetje, ka pas kandidat tjetër? Po I Frontit ishte. Po, ti një votove tentate dhe këtu ta mbyllim këtë pjesë. Nuk të zgjidh gjë kjo. Megjithatë, do japim çik edhe sa fakte edhe të vërteta tjera. Para 2 vjetësh, ju e mbani mend masakrën me Bashkinë e Tiranës apo jo? Një talloj masakre. U tha humbje maksimale apo jo, distancë, përdorën të gjithë termat e mundshëm. Pak burra, pak gra ishin brenda Këshillit Bashkiak që arritën të futet. Belindi patjetër duke mos qenë pjesë e Këshillit nuk mund të futej dot në organ direkt, po ishte jashtë. Dhe me atë qëndres që u bë aty jashtë, që na thonin herë jeni 50, herë jeni 30 etj. Kush mundej bashkia orare pune ishin, vështirë u bën 40 sa protesta aty. Disa prej eksponentëve tanë kanë qenë gjithmonë aty. Gjithmonë Belindi Klevisi me radhë, se këto janë të vërtetat, duhet të themi në të vërtetat. Shoqëruar herë nga 2, herë nga 5, herë nga 7 këshilltar bashkiake me radhë. Dhe ja ku doli kryetari I Bashkisë Tiranës është në burg. Edhe aty u votën një 2 vota. Drejtuesit e Bashkisë Tiranës, edhe aty qelloi prapë. Ku jemi në kushtet e sigurisë maksimale. Edhe drejtuesit e Bashkisë Tiranës janë në burg. Sot që flasim neve, kryetari I Bashkisë Tiranës nuk është më kryetari I Bashkisë Tiranës. Po. Kaloi edhe 3 mujori. Ka kaluar edhe 3 mujori mos paraqitjes punë. Po me arsye I shkreti. S'ka, ligji nuk parashikon arsye. Mund të jesh në koma, mund të jesh shumë I smur. Të shkuara? Do të thojmë të shkuara, po ti nuk bën për kryetar bashkie, dakord, se nuk mund të lihet bashkia sepse u smur kryetari. Dakord. Në këtë rast ai është në burg, pikërisht se ka abuzuar bashki. Ja pra që edhe me atë diferencë aq skajshme, opozita kur I vetë ai punë, mund të bëjë arritje të mëdha, ta rrotulloj komplet. Pris, do ketë zhvillime edhe këtu. Se nuk e lejmë neve, jemi kaq apo jemi aq në numra. Kemi qenë shumë më pak në numra dhe kemi bërë arritje shumë më të mëdha. Jo më të kesh 10 deputet brenda në parlament. Dakord. Këshill bashkiak 7 ishin. Edhe Partisë Lirisë 8 tjerë, 15, por pastaj disa prej tyre u tregu me të vërtetë. U tregu me të vërtetë se në fakt ku ishin. Pra me numra shumë të vegjël, ne ja dolëm I gjë shumë të madhe. Një përbindje, sa të punëson ka bashkia 12.000. Sa ishin aty jashtë, 50 na thonin, 70, 100, 200. Ja pra që dolën. Pra kjo pakica ka që vogël,
me atë shumicën aq të madhe, me fuqit aq të mëdha, sepse qëndron në parime të qarta dhe në drejta, ja del. Ama duhet veproj. Duhet veproj. Kërkon kjo veprime, kërkon reflektime shumë të qarta dhe kërkon të rishke e drejta. Nëse Partia Demokratike bën këtë, edhe me këto numra kështu siç desh Rama me iqit, arrin të përmbush detyrën e saj. Sepse opozita është aset kombëtar. Kjo është e vërtetë. Dhe nëse neve shkojmë aty me mendjen top që neve këto i bëjmë për të drejtën, se i duhet e drejta këtij vendi, i duhet e drejta dhe pikë, jo thjesht nuk kemi ca numra në këtu. I duhet e drejta se duhet të shohim horizontin afatgjallë, duhet të shohim larg në kohë, jo thjesht sot për nesër. Partia Socialiste kaq çfarë sot për nesër. Tonë kthejmë prapë ke vujtja aty në ditore ata. Nga i pari ke i fundit. Gjithë bashkë. Gjithë ata kthejnë hap. Një frigorifer do hapin, çka kujtoni ju. Sigurisht. Ta krahasojmë pak ato frigoriferin e vet me frigoriferin e Ballukut tjerë. Ta mendojnë njerë, ta imagjinojnë pak se kush është diferenca. Do të ketë në teknologji ftoje Balluku që ne nuk e njohim, në një gjë nga Marsi, në një gjë kështu astronomike. Një grusht njerëzish të vuj një komb, kjo nuk shka. Një komb, shteti jonë po krijon probleme në gjysmën e Europës. Nëse dikush është dorëzuar, janë problemet e tyre. Dorëzimi nuk është në fjalorin tonë. Do vazhdojmë që ndresim. Megjithatë, një pyetje ndoshta me humor për të kaluar pak nga ky reflektimi. Si do jetë jeta parlamentare, doktor, me përballë ca emra të Partisë Socialiste që thuash janë barcaleta politike është pak. Ju përballë Zeqines, përballë ca emrave tjera dhe Zeqinen po përmend me që ka pranuar vetë përmendet në këtë formë, po i kursej ca emra të tjerë që pavarësisht se po i kursej janë akoma më të rëndomt se Tërmet Peshin, fjala vjen. Si do me 2/3 ata? Po. Do jetë një grevurie konstante në parlament? Në radhë parë. Me të vërtet kemi një sistem elektoral i cili sjell dhe antivlera aty në parlament. Jo vlera, po antivlera. Dhe njerëz që aty parlamenti jo vetëm si bëjnë nder, po i bëjnë njoll. Ky është e vërteta. Pra, kur e çon dorën në fund fare ditës ke diktatori zgjedh këdoj dhe këto i bën thjesht që tuli bisedat, thjesht që neve mos flasim për gjërat e rëndësishme, thjesht që mos flasim për familjet tona, për hallet tona, për si e shohim ne atë mundësinë e zhvillimit, po ta mbajmë ke dy barsaleta. Se në fakt kaq janë vetë, barsaleta janë vetë. Por nuk janë më shumë se kaq. Mendojnë shumë ngushtë, ata mendojnë vetëm çat kapin dhe si ta rrjepim këtë popull. Jashtë kësaj nuk kanë asnjë lloj diskutimi ideologjik s'kanë. Fare, nuk ka asgjë. I vetmja ideologji e tyre është çush e shtyrit tu kapi dore. Kaq ka. Dhe për ta mbulu këtë, është e nevojshme të hedhim sa shashka, të hedhim sa barsaleta, ta mbajnë mendjen diku tjetër. Ke Tallavaja, ke Timoni, ke Kazani, ke Tepsia. Kjo është me të vërtet fushat atyre. Ky është realiteti i tyre. Duhet të jemi shumë të qartë. Sistemi i korrupton njerëzit. Nuk është Zeqineja që korruptoi sistemin. Sigurisht. Ky sistem që prodhoi Zeqineja. Apo 10 tjerë si ajo. Dhe fatkeqësisht ky është modeli që u ofrohet rinjve tan. Pra kjo është drama e vërtet. Kjo do të një model suksesshëm. Ja kështu qeka. Ja kështu që tallu me një dikë që është drejtues politik, që ka një karrierë politike, që ka një shkollim përkatës, tallu ti dhe arriket. Bravo të qoftë, ti s'ke për të lodh fare, ke thjesht për të bërë rekord, ke celulari jot. Rruga e lehtë me arritje të mëdha është modeli më i keq i mundshëm që ne mund t'i japim rinisë tonë. Dhe kemi rini të mrekullueshme që çfarë bën? Kur e shef këtë model, ky model thot me drejt ju s'bën. Ju s'bën edhe një herë, ja thot prindërve dhe gjyshërve vet. Dhe marrin dhe hikin diku ku modeli është ndryshe, ku modeli bazohet në meritokraci, modeli bazohet në arsimim, modeli bazohet në performim, sepse nuk mjafton vetëm të kesh bazë duhur, por do edhe të vazhdoj mbështet familjen dhe jetën normale të shoqërisë. Dhe prandaj na ikin. Kjo është Europa që ata e marrin brenda ditës, nuk ka nevojë të lodhen me ty. Jo po ky kapitull e kapitulli, jo po duam ne, s'duam ne, tash që thamë ne që do hyjmë në Europë, tash po e presin me dyrat hapa ata. Marrin avion dhe ikin brenda ditës. Ky është realiteti jonë. Edhe dhe këtë lehtësi që kanë të marrin avionin të ikin brenda ditës, pra Partia Demokratike ja ka kriju. Se po të ishte për etrit e këtyre që fitojmë mbyllur, jo vetëm Shqipëri, po as nga qyteti, qyteza apo fshatet tyre, s'dilshin dot me autorizim duhet dilshin. Ky është realiteti jo.
Dhe kujtesa është problem, ne kujtesën duhet të mbajmë gjallë në ratë parë, e nga krahu tjetër edhe të shosh më përpara në kohë është problem. Shumica dormuese e popullatës nuk shef më tanë se sa 3 ditë deri 1 javë. Është e paaft kuptoj as fundin e muajit. Si do t'i bëj llogarit si m'del rroga. E dini juve që ne kemi një mangësi shumë të madhe në këtë drejtim, ka njerëz që nuk e dinë, thotë deri nesër kam, deri pas nesër. Dhe në fakt, qofse i ktheni mbrapa se kujtesa është e rëndësishme, kjo që baba ideologjik i kësaj Shqipërisë ish komuniste, aso kohë Stalini që thonte, ke shumë, jo më shumë se një ditë bukë duhet këtë siguri populli jot. Këto ishin perlat që jepte ish diktatorit tonë. Dhe këto janë perlat që përdor kë. Nuk duhet të kenë siguri afatgjat në mënyrë që të luten ty, të kenë mundësinë që ke ty të qanë dhe t'i japësh i kotherët ti dhe ta mbash të vajisur mekanizmin. Ne kemi një fjalë shumë të bukur. Populli e di. Fukarallik, maskarallik. Ky e mbaj qëllimisht fukara popullin, që pastaj t'i bëjmë maskaralliqet. Ne kishim programin ton, pikrisht t'i binin fukarallikut. Të luftonin fukarallikun për gjithë, pse se ne de fakt duam të shtukim maskarallikun, se ky është do të jetë një aspiratë politike ai program për të implementuar një ditë. Ai është absolutisht programi më i mirë që ka pas çdo forcë politike këtu këto 35 vjet. Ka një konsensus, edhe PS-ja e pranon këtë. Jo vetëm Partia Demokratike. E pranon dhe PS-ja. Është programi më i mirë i mundshëm. Është thirrje për shpëtim këtij shteti. Kjo është e vërtetë. Dhe nëse ky program nuk u përqafua nga pikërisht ata për cilët ishte ky program, atëherë kuptoni që ka një vit logjike që nuk shkon. Sigurisht. Çfarë prishi? Kush do të keqen e familjes vet? Kush do të keqen e vetes vet, shtetit vet, arsimit vet, shkollës vet, punës vet, jetës shoqërore vet? Kush ja do të keqen kësaj? Askush s'ja don vetë. Logjika ishte vetëm, hajde fusi barsaletat mes, hajde t'ja marrim mendjen nga një krah, hajde t'i gënjej me 2 kothere buk vetëm këto 3 ditë, sepse rastësisht keni vënë ju, a e din gjithë që ore tavolinat tona ne dim sa lek kushtoi vot. Po. Gjithë e dim ne, vetëm institucionet e shtetit nuk e din. E dim të gjithë ne. Pyetje. Pse shpërndajnë lekët ditët e fundit? Që mos harrojnë. Sepse kaq është kujtesa, pra kaq është veprimi, 2 ditë mendon. Mbi 2 ditë nuk është i aftë mendoj. Këtë vakum që ka shkaktuar vetë duke ul arsimin, duke u fut modelet negative, se ka shkaktuar vetë këtë lloj vakumi, këtë lloj problemi. Tani e shfrytëzojmë në të mirën e tyre. Ky është problemi shumë i madh. Okej, qëndrojnë gjitha këto pika. PD-ja bëri gabime? Mund të kishte bërë më mirë, po do t'i analizojmë. Patjetër mund të kishte bërë më mirë, s'di diskutohet fare që mund të kishin bërë më mirë. Unë vetë them që mund të kisha shku, mund të kisha kap dikë më shumë, mund të kisha qenë në terren. Mund të kishte bërë votën më shumë. Mbrojtja e votës, unë kam mendimin që absolutisht para dhe gjithë procesit elektoral. Absolutisht gjithmonë ka hapësira përmirësimi. Edhe të jetë perfekt, bën një analizë njeriu, thot, po, duhet ta kisha bërë dhe këtë. E gjen diçka për të bërë. Ju e jeni të bindur, e mira s'ka fund siç nuk ka fund as e keqja. E mira. Por ky është moment akoma procesi, është moment akoma mbrojtje vote, sepse do të tentojnë akoma të qesin votet pa vlefshme, se e shohin se çfarë bëjnë nëpër tavolinat e numërimit. Më vjen keq që eksponent tanë nuk shoh në numër aq të madh sa që duhet ishin dhe duhet t'u bësh thirrje. Nuk flas për strukturat, se strukturat doli shpirti gjithë këto ditë duke u marrë me këtë proces zgjedhor dhe kanë bërë maksimumin e tyre, por duhet janë më shumë të jenë aty. Sa më afër votës, sa më afër vullnetit qytetarëve. Një votë. E mbrojta këtë. Mund të bëjmë më shumë, patjetër, por është momenti i dytë që do ta diskutojmë këtë, mbasi të marrë procesi. Çfarë do bëj javën e parë pas mbarimit të këtij procesi Ilir Ali Mehmeti? Si do të java e parë nesër ose pas nesër? Asnjë ndryshim zot. Njësoj. Vazhdon puna. Po absolutisht, puna vazhdon, jeta vazhdon, shërbimi ndaj njerëzve vazhdon, po jeta logjik është. Patjetër me një si mund ta them, me një pezmatim se sa poshtë e ka ullë shoqërinë shqiptare Edi Rama. Dhe si e shfrytëzon, dhe se si ajo vete pranon që është tashmë shfrytëzuar. Mentaliteti sklavit duhet hequr nga Shqipëria. Do kishit dashur të shihni protesta jashtë PD-s në komunitetet caktuara ku kanë dalë rezultate të çuditshme, fjala vjen hotolisht tragjas.
Absolutisht, po. Po unë ju thash, mentalitetet sklavit ky është. Ata po luftojmë tani prapë për atë kotherën e tyre. Tani do këthem prapë ke lufta për fshatin. Prapë ke kotherja, ja. U dha një kotherë, unë mbaj mend madje, po nuk doja në respekt tyre dhe të protestës tyre, nuk doja ta nxirrja. Po nëse unë mbani mend afro disa javë përpara, një muaj përpara, pikërisht me protestën e autolishtit, një nga deklaratat ishte do bojkotojmë zgjedhjet. Kjo ishte deklarata. Maksimumi që mund të shkojnë është që t'ia fuzin vetes prapë. Nuk do votojmë. Dakor? Ky është maksimumi që të votojnë kundra. As nuk u tha ndonjëherë dhe nuk u fol ndonjëherë. Kjo po as nuk e mendojmë. Maksimumi ishte po i bojkotojmë. Ju duk sikur ishte radikale. Po, patjetër. Pra ti që po të bën të keqen maksimale ai tjetri, ti I që bën pa nxorr nder. arkivolin, ai po të bën ty maksimumin e të keqes, ti unë s'po të bëj gjë. Ky është maksimumi i kërcënimit që i bën. Kujtoj që një nga parimet shumë të qarta është paqja përmes forcës. Nëse ti në Autolisht apo kudo tjetër vend nuk tregon dot forcën, atëherë ti je i bindur paqja nuk ka. Sepse nuk e meriton paqen. Dhe ata do të bien shumë fort. Sepse i forti bën ç'a mundet. Absolutisht. Nëse ti nuk je i fortë, atëherë do të ky është ligjet e natyrës. Thjesht të përshtatura në ligjet e civilizimit. Kështu që nuk shoh ditë mira për ta. Ato mundësi që kishin dorë e dogjën, një herë në 4 vjet i jepet një gur i vogël për t'i rënë qeverisë. Gjithë ditët e tjera të atyre 4 vjetëve, qeveria ka një masiv të madh shkëmbor që ta hedh ty sipër, gjë se kush fiton, nëse ti as këtë gurin e vogël, vendos të mos ta hedhësh. Pra e ke një gur të vogël dhe më marr ke xhepi, si e sheh veten pasqyrë, se kjo është pyetja ime. Shkon mëngjes e sheh veten pasqyrë, si mund t'i thush vetes tënde që unë bëra maksimumin e mundshëm për familjen time. Bëra maksimumin e mundshëm për kalamajt e mi. Bëra maksimumin e mundshëm për komunitetin tim. Mund mos t'ja dalësh. Po, mos t'ja dalësh. jem paqe me veten pak. Ma e sheh veten dhe thu, unë që është burri i familjes. Unë e provova këtë. E bëra kaq kisha në dorë. E dhash maksimumin tim. Ja thon dot vetes. Kjo është ajo për cilën mua më vjen keq. Ky është ai pezmatimi që thash pak më parë. Ama punën time unë do vazhdoj ta bëj maksimalisht për njerëzit e mi. Faleminderit doktor. Faleminderit juve. Publicitet.